Komisioni Venecia si jep opinionin për ligjin e vettingut, majoranca gjen në përputhje me kushtetutën, pritet i hapet rrugë zbatimit të reformës në drejtësi. Opozita akuzon Edi Ramën se ka bllokuar reformën zgjedhore. Platforma e Partisë Demokratike ka 7 muaj që qëndron në tavolinën e komisionit, por shumica e shpërfilli. 200 forca policore aksion për kapjen e Klement Balilit kontrollohen pronat dhe vendet në Sarandë dhe Gjirokastër, ku dyshohet se fshihet Escobari Ballkanit. Tjetër skandal me pronat në Bregdet, sekuestrohen 500.000 metër katror tokë në Ksamili, ishin përfituar me vendime të falsifikuara të gjykatës së Sarandës. Sot heshtje zgjedhore në Maqedoni, por qendrat e votimit janë hapur për të stëmurët të burgosurit dhe diasporën. Në garë janë 6 parti e 5 koalicione. Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se vini në edicionin informativ të orës 15 këtu në Vision Plus. Ashtu siç pritej, Komisioni Venecias ka miratuar opinionin për ligjin e vettingut. Burime pranë mazhorancës bëjnë të ditur se ai është në përputhje me kushtetutën dhe se tashmë i hap rrugë zbatimit të reformës në drejtësi, por vendimi përfundimtar i takon gjykatës kushtetuese. Komisioni Venecias ka miratuar opinionin për ligjin e vettingut, duke i hapur kështu rrugë vendimarrjes finale nga ana e gjykatës kushtetuese. Mësohet se Venecia do ta publikojë dokumentin të hënën në 12 dhjetor, por burime pranë mazhorancës bëjnë me dije se opinioni vlerëson se ligji i vettingut është në përputhje me kushtetutën. Tashmë i takon gjykatës që të marrë vendimin final nëse momentet caktuara të ligjit bien ndesh me kushtetutën siç pretendon Partia Demokratike apo jo. Por për gjatë gjithë ditëve të fundit, apeli i 2 ambasadorëve që kanë mbështetur më fort reformën në drejtësi, Donald Lu e Romana Vlautin, si dhe i figurave kryesore të mazhorancës, ka qenë për respektimin e mendimit të Komisionit të Venecias, i cili ka udhëhequr të gjithë procesin e reformës në drejtësi. Por kushtetuesja krijoi një precedent me ligjin e pronave, të cilin e shfuqizoi pjesërisht, pavarësisht se Venecia e la në fuqi, duke ngritur pikpyetje se cili do të jetë vendimi 8 gjyqtarëve për ligjin kyç të reformës në drejtësi. Pak javë më parë, gjykata kushtetuese vendosi pezullimin e ligjit vettingut deri në marrjen e vendimit përfundimtar, duke bllokuar de facto të gjithë reformën në drejtësi. Vettingu, ose thënë ndryshe, procesi i rivlerësimit të pasurisë, figurës dhe profesionalizmit të gjyqtarëve prokurorëve, është në themel të reformës në drejtësi dhe është momenti kyç për ngritjen e institucioneve që do të luftojnë korrupsionin. Për këtë arsye, pezullimi i tij ka bërë që reforma në drejtësi të mbetet vetëm në letër. Nga ana tjetër, zbatimi i vettingut është edhe kusht për hapjen e negociatave për antarësim, vendimi i cili pritet të merret të martën nga vendet anëtare të BE-s. Opozita i quan sabotim sjelljen e kryeministrit Rama me reformën zgjedhore. Bashkëkryetari i komisionit Oert Bylykbashi sqaroi se propozimet e Partisë Demokratike u dorëzuan 7 muaj më parë, por nuk janë marrë parasysh. E gjithë kjo, sipas opozitës, bëhet që Rama të ketë në kontroll votimet e ardhshme. Partia Demokratike ka prezantuar që më 17 maj të këtij viti një platformë të plotë për reformën zgjedhore. Kështu është kundërpërgjigjur opozita mazhorancës, e cila një ditë më parë bëri publike amendamentet e saj për reformën zgjedhore. Partia Demokratike, përmes bashkëkryetarit të reformës Oert Bylykbashi, i ka kujtuar shumicës se propozimet e opozitës kanë 7 muaj që presin në tavolinën e komisionit, duke bërë përgjegjës kryeministrin Rama për bllokimin e reformës zgjedhore. Mazhoranca, Edi Rama, kjo qeveri, ka sabotuar në mënyrë të qëllimshme procesin e reformës zgjedhore, vetëm që të vijmë në këtë pikë, kur janë dekretuar zgjedhjet, ka filluar procesi i hartimit të listave dhe proceset e tjera zgjedhore dhe asgjë, si asnjëherë më parë, vetëm në qeverisjen e Edi Ramës, asgjë nuk është bërë për reformën zgjedhore, edhe pse zgjedhjet janë tek porta. Në platformën e saj, PD vuri theksin tek nevoja për të kriminalizuar shitblerjen e votës, financim 100% të fushatave elektorale dhe futjen e teknologjisë në zgjedhje, dhe sipas opozitës, kjo platformë është e vetmja rrugë për të garantuar zgjedhje me standarde. Nëse platforma e paraqitur nga Partia Demokratike nuk merret në shqyrtim urgjentisht, pa vonesa të mëtejshme, nuk ka asnjë garanci për zgjedhje të lira të ndershme në 18 qershor të vitit që vjen. Prandaj ne do të insistojmë që kjo platformë të shqyrtohet dhe të trajtohet sa më parë. Të gjitha pretendimet apo propozimet që bëjnë partitë e mazhorancës
nuk kanë asnjë lloj synimi për trajtuar rekomandimet ose ODIHR-it. Komisioni të reformës zgjedhore i përfundoi të premten mandati, por puna e tij do të shtyhet me 2 muaj për të dhënë palëve një tjetër mundësi për të përmirësuar ligjin elektoral. Megjithatë, ashtu siç është bërë qartë përgjatë gjithë këtij viti, mundësia për kompromis duket e largët. Hera e fundit që Shqipëria bëri reformë zgjedhore ishte në vitin 2012 dhe aso kohe kodi elektoral u ndryshua 11 muaj para zgjedhjeve, ndërsa tani nga dita e votimit na ndajnë vetëm 6 muaj. Zgjedhja e presidentit të ri mund të krijojë një situatë krize pasi ajo përkon me votimet parlamentare, por juristi Çlirim Gjata mendon se kreu i ri i shtetit duhet votuar nga kuvendi aktual, ndërsa betimi i tij është thjesht një moment ceremonial. Parlamenti aktual ka detyrimin kushtetues për të zgjedhur presidentin e ri të Republikës, pavarësisht se viti i ardhshëm është një vit zgjedhor. Juristi Çlirim Gjata sqaron se kushtetuta i ka parashikuar qartë afatet dhe deputetët duhet të zgjedhin kreun e ri të shtetit para se kuvendi të shpërndahet për shkak të fushatës zgjedhore. Zgjedhja e presidentit, në qoftë se shtyhet, po themi, sepse data e fundit kur duhet të mlidhet parlamenti për të filluar procedurën e zgjedhjes është 25 maj, 60 ditë para marrimit të mandatit. Po ja mund ta bëjë më përpara. Po themi që shtyhet mas 18 majit, që është shpërndarja e parlamentit për efekt të fushatës, se nuk shpërndahet parlamenti, është në detyrë, po vetëm për efekt të fushatës zgjedhore shpërndahet. Pra nëse shtyhet zgjedhja e presidentit pas datës 18 maj, atëherë nuk mund shkojë më vonë fillimi i procedurave se 25 maj, 60 ditë para zgjedhjeve. Sipas kushtetues, presidenti i ri e merr detyrën jo më parë se 24 korriku, data që shënon përfundimin e mandatit të presidentit aktual Bujar Nishani. Dhe sërish në leximin që Gjata i bën kushtetutës, i takon këtij parlamenti të thirret në seancë për ceremoninë. Atëherë po kushtetuta përcakton që presidenti vet, kryeministri, një pjesë e deputetëve apo dhe vet kryetari i parlamentit kur ka rendite të qartë, e mbledh parlamentin për këto lloj situatës në seancë të jashtëzakonshme. Pra nuk ka asnjë pengesë që parlamenti të mblidhet në seancë të jashtëzakonshme. 2017 është viti kur shqiptarët zgjedhin parlamentin e ri. E për herë të parë krijohet situata kur deputetët që s'janë më pjesë e listave fituese do të shkojnë për herë të fundit në 24 korrik, më shumë se një muaj pas zgjedhjeve të përgjithshme në sallën e seancave plenare për të duar trokitur kreun e ri të shtetit shqiptar. Një operacion i gjerë po zhvillohet në Sarandë dhe Gjirokastër për kapjen e Klement Balilit, i njohur ndryshe si Escobari i Ballkanit. Kontrollet janë bërë në pronat e tij, si edhe në zonat e tjera ku dyshohet se ai fshihet. Rreth 200 policë u dërguan mëngjesin e kësaj të shtunë në Sarandë për të prangosur Klement Balilin, i njohur ndryshe si Escobari i Ballkanit. Renea, forca të lëvizshme operacionale, të ndihmuar nga efektivat e Sarandës dhe Gjirokastrës, po kontrollojnë pothuajse të gjithë territorin e jugut. Deri në këto momente, kontrollet kanë rezultuar të pasuksesshme dhe nga Klement Balili nuk ka asnjë gjurmë. Policia mbetet e rezervuar në dhënien e detajeve pasi kërkimet vijojnë paralelisht edhe në anën e kufirit grek. Në sit kaluan gjithë bizneset e Balilit, banesa dhe vendet e dyshuara ku mendohet se ai mund të strehohet. Hektor Balili, vëllai i trafikantit i cili ndodhet në Arati, tregon se policia u ka bërë presion në orët e para të mëngjesit. Ai mohon të ketë një urdhër arresti për Klementin, por policia sqaron se ai është lëshuar nga krimet e rënda. Ky është një presion nga policia e shtetit tonë. Një presion, kanë qenë 4 të mëngjesit, shumë zhurmë për asnjë gjë. Thjesht presion shteti nuk e di. Nuk presin të dalë prokuroria, të cilë vendimin letrat kanë ardhur, po vim bëjmë presion. Se kemi borxh megjithatë, le të presin të flasin prokuroria pasaj të vërsulenda, se kemi asnjë borxh. Ndërkohë, prokuroria e krimeve të rënda po heton pasurinë e Escobarit të Ballkanit pas mbërritjes në Shqipëri të dosjes me 10.000 faqe nga Greqia. Në bazë të ligjit antimafia, hetuesit do të verifikojnë të ardhurat e ish zyrtarit të transporteve në Sarandë. Në fillim të muajit nëntor, mbërritën në Tiranë 2 prokurorë grek, të cilët kanë kërkuar intensifikimin e hetimeve pasurore edhe për familjarët e 46 vjeçarit. Ata jetojnë në disa vende të Bashkimit Evropian, si Itali dhe Gjermani. Sekuestrimet e fundit të gomonave me drogë në Itali sipas opozitës tregojnë se çfarë pengon në të vërtetë integrimin e Shqipërisë. Partia Demokratike bën përgjegjës kryeministri Rama që e ka mbushur vendin me kanabis dhe ndërkohë mohon realitetin. Për Partinë Demokratike droga po pengon procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Kreu i Departamentit të Sigurisë në PD, Enkelejta Libreja, i deklaroi se në 48 orët e fundit në Itali janë sekuestruar rreth 4 ton hashash nga Shqipëria. Situatë kjo që sipas opozitës tregon se në qeverisjen e kryeministit Rama, vendi është ndëruar në hambarin e Europës për drogën. Qartazi,
e shkruar edhe në raportet europiane dhe ndërkombëtare, edhe në qëndrimet e tyre, droga i ka zënë rrugën vendit ton drejt Bashkimit Evropian. Vetëm Edi Rama refuzon ta njohë këtë realitet. Edhe pse në brigjet italiane dhe në Greqi, pothuajse çdo ditë mbërrin tonelata me drogë, Rama sërish thot nuk ka drogë. Ali Bejaj ka vënë në duke se droga asnjëherë nuk kapet nga autoritetet tona, por vetëm nga policitë e vendeve fqinje. Një dëshmi kjo sipas PD-s që tregon se karteleve të drogës u ofrohet lehtësi dhe bashkëpunimi i duhur në këtë biznes kriminal. Zbulohet skandali radhës me pronat në Bregdet. Prokuroria ka sekuestruar 500.000 metra katror në Ksamil që dyshohet se janë fituar me një vendim gjykate të falsifikuar. 500.000 metra katror tokë kullotu sekuestruar në Ksamil nga Prokuroria e Vlorës pas dyshimeve se ai ishte përfituar nëpërmjet dokumentave të falsifikuara. Akuza thekson se toka e cila ndodhet pranë ndetit është marrë në pronësi në mënyrë të palishme nga trashëgimtarët e ish-pronarit Resul Piro. Por si arriti Prokuroria e Vlorës të zbulojë këtë aferë? Ishin materialet e referuara nga Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, ato të cilat krijojnë dyshime se sipërfaqja e tokës ishte përfituar me dokumenta të falsifikuara nga një vendim i gjykatës të vitit 1996. Në dosjen e aplikimit, prokuroria evidentoi se gjendej një vërtetim i hipotekës Sarandës së vitit 1995 i origjinal, në bazë të cilit vërtetohet fakti se kjo pronë figuron e regjistruar në emër të Resul Piros. Por prokuroria ka kryer dhe një ekspertim grafik mbi firmat e gjyqtarëve dhe sekretarëve që ishin shënuar si të pranishëm në seancë për njohjen e kësaj prone në favor të familjarëve të Resul Piros. Ekspertiza zbuloi se vendimi i gjykatës i vitit 96 është tërësisht i falsifikuar, duke qenë se ky vendim gjykate ka shërbyer për veprimet e mëtejshme për njohjen, regjistrimin dhe tjetërsimin e pronës. Prokuroria e Vlorës sekuestroi të gjithë sipërfaqen deri në përfundim të hetimeve, ndonse një pjesë e saj u është shitur personave të tretë. Të stëmurët, të burgosurit dhe diaspora votojnë këtë të shtunë në Maqedoni, ndërsa vendi ndodhet në heshtje zgjedhore. Ndërkohë, gjithçka është bërë gati për garën elektorale të së dielës, ku marrin pjesë 5 koalicione dhe 6 forca politike. Maqedonia është këtë të shtunë në heshtje para zgjedhore, ndërsa fushata 20 ditore përfundoi mbrëmë në mesnatë. Megjithatë, këtë të shtunë voton diaspora, personat e smur dhe të pamundur si edhe të burgosurit. Për këto kategori, vendvotimet janë hapur që në orën 7 në mëngjes, ndërsa votimi do të mbyllet në orën 19. Në këto zgjedhje marrin pjesë 11 subjekte politike, 6 parti politike dhe 5 koalicione me 58 lista me 1092 kandidat. Në votimet e kësaj të shtune në diasporë, shtetasit jashtë Maqedonisë mund ta ushtrojnë të drejtën e tyre në 41 përfaqësi diplomatike dhe zyra konsullore. Në total të drejtë vote kanë mbi 1.7 milion qytetarë, të cilët gjatë së dielës do të votojnë në 3480 vendvotime në 6 njësi zgjedhore në Maqedoni dhe në 46 vendvotime në njësinë e 7 zgjedhore që përfshin diasporën. Këto zgjedhje të cilësuara si një test i rëndësishëm për të ardhmen europiane të Maqedonisë do të vëzhgohen nga 7585 vëzhgues vendas dhe 667 ndërkombëtar. Gjithashtu ato pritet të kenë edhe pasqyrim të gjerë mediatik, pasi 75 gazetarë të huaj janë akredituar në qendrën e mediave pranë Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Liderët kryesor të shqiptarëve në Maqedoni kanë treguar në emisionin Kapital në Vizion Plus pritshmëritë që kanë nga zgjedhjet. Ali Ahmeti kërkon bashkimin e votës për të marrë një përfaqësim sa më të gjerë në parlament, ndërsa rivalët e tij thonë se ai ka shpërdoruar interesat e shqiptarëve. Zgjedhjet e së dielës në Maqedoni vlerësohen si një referendum për të ardhmen e vendit dhe në veçanti për të drejtat e shqiptarëve. Në lidhje me mundësinë e ndarjes të votës shqiptare, kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, në një intervistë në emisionit Kapital në Vizion Plus, thekson se kjo do t'i dëmtojë interesat e shqiptarëve. Ekzistenca e shumë partive sigurisht dëmton çështjen shqiptare dhe të humbi shpesh mandate e më shumë. Nuk humbin partitë politike, por humbin shqiptarët. Në këtë rast nuk humb Bashkimi Demokratik për Integrim, sepse edhe nga vetë ata që bojnë anketime, nga vetë këta partitë vogla që duan të garojnë, Bashkimi Demokratik për Integrim përsëri deli fitimtar. Por krejt ndryshe mendojnë krerët e partive të tjera shqiptare, si rivali i tij i PD-s Mendu Thaçi, ashtu edhe drejtuesit e partive apo koalicioneve të reja, si Lëvizja Besa e drejtuar nga Bilal Kasami apo Aleanca për Shqiptarët e Zjadin Selës.
të cilët thonë se rasti më klasik i keq përdorimit të votës shqiptare ishte BDI-a, e cila me 20 mandate deputetësh në legjislaturën e fundit heshti dhe u bë pateric e VMRO-s. Nëse dikush e ka defaktorizu votën shqiptare, si mos zot më keq, është BDI-a dhe Ali Ahmeti. Ai tash ka 20 deputet si parti dhe të gjitha këto të këqija që po i vlerësojnë të gjithë dhe prej brenda dhe prej jashtë, vinë si rezultat i mos funksionimit të votës shqiptare që u dha atij. Unë mendoj se ne dallojmë prej tyre, pretendimi jonë është të fitojmë shumicën e votës shqiptarëve dhe më pastaj kërkesat të vendosim në emër të gjithë shqiptarëve. Ky është alarmi i rreshëm që e ngren BDI-a dhe lun me përgjegjësinë që kanë shqiptarët. Një subjekt politik i papërgjegjshëm, i cili, për mua e di cili është djegje vote. Djegje vote është vota që jepet në emër të një premtimi dhe që nuk rezulton me mbajtjen e atij premtimi. Shembull konkret. Nga 2014 BDI-a mor 153.000 vota të shqiptarët. Sot BDI-a nuk ka mbajt asnjë premtim nga ajo platformë që u afroi shqiptarëve atje. Do thotë, BDI-a ka djeg 153.000 vota shqiptarësh, 20 mandate deputetësh kot. Këtë mandatin e fundit të këtij parlamenti ku ishin përfaqësuar shqiptarët, Partia Shqiptare në pushtet kishte 20 deputet dhe fatkeqësisht ishin 20 zëra të heshtur, të cilët në asnjë moment nuk e ngritën zërin e tyre që të mbrojnë interesat e shqiptarëve, përkundrazi këta ishin të gatshëm që edhe simbolin ton shqiponjen dikrenare ta largojnë dhe në vend të saj të na imponojnë një simbol të ri, sistem shtetëror këtu në Maqedoni dhe ai është luani i VMRO-s. Forcat politike shqiptare kanë premtuar se do të luftojnë për më shumë të drejta për shqiptarët, ndërsa disa prej tyre janë shprehur se do të bllokojnë edhe formimin e qeverisë së re nëse ato nuk respektohen. Një fëmijë 9 vjeçar mbeti aksidentuar mëngjesin e kësaj të shtune në Tiranë. Ngjarja e rëndë ndodhi në hyrje të rrugës të Durrësit. Sipas policisë, i mituri i cili mbeti i plagosur ishte shitës ambulant, ndërkohë që drejtuesi i mjetit u largua nga vendi i ngjarjes. Fëmijës i është dhënë ndihma e parë nga efektivet e policisë rrugore dhe nga kalimtarët e rastit. Sipas mjekëve të spitalit të traumës, 9 vjeçari ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa Blut ka nisur kërkimin për drejtuesin e automjetit që shkaktoi aksidentin. Puna më e vështirë për një administrator pallati është mbledhja e pagesave mujore. Nuk janë të pakta familjet që refuzojnë të japin kontributin, duke u bërë shembull negativ edhe për të tjerët. Të jesh administratori një pallati apo kompleksi në kryeqytet nuk është dhe aq e thjeshtë. Ende shumë banor refuzojnë të paguajnë tarifën e mirëmbajtjes së pallatit dhe ambienteve të përbashkëta. Ndërgjegjësimi i tyre është puna më e vështirë për një administrator. Isidor Koti, që menaxhon kompleksin ku jeton, tregon se 20% e banorëve, kryesisht qeraxhinj, refuzojnë të paguajnë. Është ashensori, është pastrimi, është pompa e ujit, depozitat, kemi dyer, dritare, kemi ndriçim, kemi gjelbërim, antena, taraca, rregullime, fasadash, janë shumë shërbime që ofrohen dhe që ka nevojë në mënyrë të vazhdueshme për të trajtuar. Shkon diku tek 20-30% dhe që nuk është pak. Pra të thonë gati 1/5 e banorëve mos paguajnë. Tarifat për mirëmbajtjen e pallateve në Tiranë janë nga 1.000 deri 2.000 lekë të rinj, në varësi të metrave katror të apartamenteve, por dhe zonave ku ndodhen. Banorët të kryeqytetit tregojnë rëndësinë e administratorit për komunitetin. Neve pagojmë si mas metër katrorëve të shtëpisë. Do me thënë, bie mesatarja nga 10.000 lekë të vjetra deri në 18-20. Por na jemi të kënaqur vetëm. Prishet drita, i thua ti, vjen e rregullon, agjensorin po, pompën e ujtit po. Por me ligjin që do të vihet në zbatim, administratorët do trajtojnë si biznese. Kjo gjë mund të sjellë rritje tarifash për komunitetin, ndaj administratorët sugjerojnë që tuazohet modeli që aplikohet në Kosovë. Çështja është që janë të predispozuar banorët që të paguajnë një tarifë shtesë, sepse në momentin që ne trajtohemi si biznes, me NIP, me taksa të ndryshme, me siguracione të mia dhe të punonjësve, atëherë fillon edhe kjo do të rëndoj si bar mbi shpenzimet mbi arkëtimet që do vinë nga banorët. Nga NIP-ti, që e kanë vënë me detyrim përcaktim në momentin e regjistrimit në bashki, ndoshta administratori me një amendim të veçantë duhet trajtojë si një OJF, si një person i cili njihet nga bashkia edhe nga komuniteti. Në janar, Bashkia e Tiranës do të nisë zbatimin e ligjit për administratorët.
Në 5.000 pallate të kryeqytetit do të ketë administrator të zgjedhur nga banorët ose do të përcaktohen nga bashkia. Pagesat e tyre, por dhe shërbimet për komunitetin do të mbulohen nga kontributi familjeve. Në rast refuzimit të pagesës, ligji parashikon ndryrjen e gjykatës dhe përmbarimit. 10 fidan janë mbjell këtë të shtunë në zonën e liçenit artificial. Kryebashkiaku Veliaj premtoi se shumë shpejt do të marrë jetë edhe parku i madh i Farkës, çka do të ndihmojë në pastrimin e ajrit në Tiranë. Së shpejti Bashkia e Tiranës do të nisë pyllëzimin e parkut liçenit të Farkës për ta shndërruar atë në mushkërinë e dytë të kryeqytetit. Ne do të vazhdojmë shumë shpejt me parkun e Farkës, i cili do të jetë park i dytë i ngjashëm me atë të liçenit. Kjo është arsyeja pse ne do të vazhdojmë në këtë sezon mbjelljesh, jo vetëm këtu në liçenin e Tiranës, po dhe në liçenin e Farkës, edhe të Kasharit dhe të Vaçarit dhe sigurisht me përmirësimet që po bëjnë me infrastrukturën në Dajt. Deklarata u bë gjatë aksionit për mbjelljen e fidanëve të rinj në parkun e liçenit artificial. Po mbjellim pemë të reja, po mundohemi që të mos ketë asnjë hapësirë e parkut, e cila të mos ketë bimësinë sipas ekosistemit që meriton. Në qoftë se vjet, ne mbyllëm vitin tonë të mbjelljeve, sezonin me 15.000 pemë. Këtë vit ambicia është shumë herë më e madhe, jo vetëm për të kapur po 15.000 pemë, por për të rikuperuar edhe parqe të tjera. Kryebashkiaku i Tiranës u bëri thirrje të gjithë sipërmarrjeve private që t'i bashkohen nismës për të kontribuar në shtimin e hapësirave të gjelbërta të qytetit. Ndërtimi i një teci në Maliq ka ngritur në protestë banorët, ata i kërkojnë qeverisë të tërheqë projektin që sipas tyre do të kthehet në rrezik për shëndetin, por edhe për prodhimet bujqësore. Banorët të fushës së Maliqit protestojnë kundër vendimit të qeverisë për ngritjen e një teci në këtë zonë. Dhjetra banor janë mbledhur në fshatin Sheqeras, ku është planifikuar ndërtimi, ndërsa e kanë bërë apel qeverisë të tërheqë projektin. Sipas tyre, ngritja e tecit do të ketë pasoja për shëndetin dhe bujqësinë. Para zgjedhjeve na premtuan në fushatën zgjedhore që do t'ja shpërndajnë këtë tokat atyre familjeve që s'kan tokë, s'kan përfituar nga ligji 7501. Pastaj u folë që do ta marrin torfën fare, se ku do ta shpinin as se di. Tani ka vendosur për tec. Unë kam biseduar me komunitetin këtu, nuk jam dakord fare, as kemi ta pranuar. Sot është herë e parë, sepse ndotet ambienti, këtu aq më keq që është edhe fushës, drejtoria e errave, e dinë të gjithë, Sheqerasin, nuk do ta lejojmë këtë në asnjë mënyrë, për fëmijët tanë, për veten tonë. Nuk kemi dakord me këtë, ne do vazhdojmë protesta derisa këtë marrë zgjedhje. Pse nuk jeni dakord? Sepse ne dëmtojnë gjithë prodhimet bujqësore. Banorët e fshatrave që preken nga ky investim janë shprehur të vendosur për të përshkallëzuar reagimet e tyre. Protesta është mbështetur edhe nga deputetët demokrat, ku këta të fundit denoncuan studimin e qeverisë gjatë seancës në parlament. Komisioni Venecia si jep opinionin për ligjin e vettingut, majoranca e gjen në përputhje me kushtetutën, pritet t'i japet rrugë zbatimit të reformës në drejtësi. Opozita akuzon Edi Ramën se ka bllokuar reformën zgjedhore. Platforma e Partisë Demokratike ka 7 muaj që qëndron në tavolinën e komisionit, por shumica e shpërfilli. 200 forca policore aksion për kapjen e Klement Balilit, kontrollohen pronat dhe vendet në Sarandë e Gjirokastër, ku dyshohet se fshihet Escobari Ballkanit. Tjetër skandal me pronat të Bregdet, sekuestrohen 500.000 m2 tokë në Ksamili, ishin përfituar me vendime të falsifikuara të gjykatës së Sarandës. Sot heshtje zgjedhore në Maqedoni, por qendrat e votimit janë hapur për të sëmurët, të burgosurit dhe diasporën. Në garë janë 6 parti e 5 koalicione. Përfunduam këtu, shikues të nderuar, por më shumë informacion në çdo moment të ditës ju gjeni duke klikuar në faqen tonë të internetit visionplus.tv. Ndajemi këtu së bashku. Faleminderit për vëmendjen.